Vetëm 16 minuta e kanë mjaftuar kreut të kuvendit për të ezauruar projektliqet e vendosura në rend të ditës për të miratuar, në një ditë kur opozita protestoi duke kërkuar dorëheqjen e tij. Me 76 vota pro miratohet. Atere ju përshëndes, ju uroj suksese për mitingun. Unë do shkoj në zyrën time, ju vazhdoni punën tuaj, respekte dhe të fala doktorit. Të fala shumë doktorit. Ma përqafoni. Mirupafshim. Kurse Berisha tha se parlamenti firmosi kapitullimin e tij dhe shprehu hapur frikën e zërit të fortë të qytetarëve, duke kërkuar t'i hapet rrugë zgjedhjeve të parakoshme. Në kompleksin e krimit, mazhoranca firmosi kapitullimin, mbylli parlamentin. Kjo mazhorancë e udhëhequr nga krimi ka vetëm një alternativë të hap rrugë zgjedhjeve të parakoshme. Kjo mbyllje parlamenti, sigurtisht e kuzhinë e Lilos, kjo betejë do të çohet gjë në fund, me vendosmërinë më të madhe. Ndërsa referuar çështjes Doshi, Rama kërkoi durim për përfundimin e hetimeve duke shpresuar që kuvendi të kthehet në binarët e rregullores. Do të mund të jap përfundimin që kërkon publiku dhe do të mund të tregojë të vërtetën e gjithë kësaj telenovele të shëmtuar. Detyrën e të zgjedhurit popullit dhe flasin për hallet dhe problemet e njerëzve kanë vetëm një hall, hallin e tyre. Ndërkohë që opozita u tubu e qet në sheshin Skënderbej duke kërkuar dorëheqjen e Metës dhe zgjedhjet parakohshme pas ngjarjeve të fundit në politikën shqiptare.